E krijimit të njeriut në Kur'an. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: "Ç'është me ju që Allahut nuk i shprehni madhërinë që meriton, dhe ai ju krijoi në disa etapa." Gjithashtu thot: Allahu e krijoi njeriun prej ajkës së baltës, pastaj e shndroi atë në pikë uji, në një vend të sigurt, më pas atë pikë uji e bëri copë gjaku, dhe atë gjak të ngurtë e bëri copë mishit, dhe atë copë mishi e shndroi në eshtra, dhe eshtrave u aveshi mishin. Pastaj atë bëri krijesë tjetër me shpirt. I lartë është Allahu më i miri krijues. Fillesa e krijimit të njeriut pas periudhës së krijimit nga balta është prej një pikë uji. Në Kur'an ky nocion është përmendur në 12 vende, ashtu siç është përmendur në disa raste me emrin ujë që del me forcë. Fjalët e përdorura për të përfolur konceptin nuk janë sinonime, ato ndryshojnë nga njëra tjetra. Por ajo që përbën një sfidë të Kur'anit për shkencën, dhe njëherë është një mrekulli shkencore të Kur'anit, është pikërisht ajo nga e cila nis udhëtimin qenia njerëzore, uji i përzirë, apo që ta themi në gjuhën e shkencës, veza. Kjo shprehje vezë të lënuar dhe vërteta rreth saj ka qenë diçka e panjohur për njerëzimin për shekuj me radhë, ndër filozofët e mjekët sundonte besimi se embrioni njerëzor është krijuar nga uji i burrit dhe mitra e gruas nuk ishte veç se një inkubator për embrionin. Ndaj e krahasuan atë me farën që mbillet në tokë, nga ku merr ushqimin e saj dhe nxjerr një pemë plot fryte. Kështu sipas tyre, gruaja s'ka asnjë rol tjetër në lidhje me embrionin përveç përkujdesjes për të dhe ushqimit të tij. Kështu Aristoteli, që jetoi në vitet 384-322 para erës sonë, që i pari që veçoi shkencën e embriologjisë me studimet e veçanta të mbështetura në vrojtime mbi embrionet e kafshëve dhe të shpendëve. Ai përmblodhi besimet e njerëzve të kohës së vet dhe mendimin e tij në 2 teori. Teoria e parë, embrioni është i gatshëm në ujin e burrit dhe kur hyn në mitër mpikset e rritet siç rritet fara në tokë. Teoria e dytë, embrioni krijohet nga gjaku i menstruacioneve dhe uji kryen piksjen e tij, ashtu siç bën fara me qumshtin duke mpiksur dhe shndruar atë në djath. Prandaj uji nuk luan veç se një rol ndihmës në krijimin dhe ekzistencën e embrionit. Aristoteli anonte më fort nga teoria e dytë, e cila sundoi për një kohë të gjatë derisa erdhi Louis Pasteur, shkencëtar i madh francez që e rrëzoi atë plotësisht në 1864 me teorinë e tij të pasteurizimit. Lëndët e kalbura nuk çojnë në lindjen e krimbave e insekteve, por në të vërtetë ata lindjen prej vezëve të tyre të hedhura ndej. Dhe kështu mbetën në luftë mes njëra tjetrës teoria e krijimit të njeriut nga uji dhe teoria e krijimit nga veza e gruas, derisa u shfaqën Spallanzani në 1729 dhe Wolfi në 1733, të cilët provuan në sajt e eksperimenteve të shumta që burri dhe gruaja marrin pjesë të dy në krijimin e embrionit. Kjo u quajt teoria e epigjenezës, domethënë nga e thjeshta në të përbërë, duke filluar me takimin e dy ujrave me vezën, pastaj me formimin e topsave të vegjël që mpiksen për të formuar një krijesë të ndërlikuar me aparate e organe të shumta. Megjithatë, kjo teori u neglizhua derisa erdhi Panderi dhe von Bayeri në 1829 dhe thanë që embrionet e të gjitha kafshëve përmbajnë 3 shtresa. Në 1824, Prevosti dhe Dumas përshkruan ndarjen e vezës dhe në 1839, Schleideni e Schuani provuan teorinë e ndërtimit të trupit njeriut nga qeliza. Në 1859, shkencëtarët provuan që ujrat s'është veç se një qelizë e trupit e njeriut. Në 1875, Hertuigu mundi që në sajt e vrojtimit të plenimit të vezës nga ujri të vërtetoj se veza dhe uji marrin pjesë të dy në krijimin e embrionit. Në vitet 1888-1909, Boveri vërtetoi që kromozomet ndahen dhe mbartin karakteristika trashëgimore të ndryshme dhe me 1912 Morgani përcaktoi rolin e gjeneve në trashëgimi dhe se këto gjene ndodhen në pozicione të përcaktuara në kromozome. Kështu njerëzimi s'ka mundur të mësojë përmes shkencës eksperimentale që embrioni njerëzor krijohet nga bashkimi i ujrave me vezën, përveç se në shekull 19 dhe se është siguruar për këtë, përveç se në fillim të shekullit 20. Ashtu siç nuk arriti të nxjerrë që embrioni kalon në etapa të ndryshme të qarta
dhe që trupi i tij ndërtohet nga e thjeshta tek e ndërlikuara, përveç se në shekullin 19, dhe s'është siguruar për këtë përveç se në fillim shekullit 20. Ndërkohë që mrekullia qëndron në atë që Kurani dhe fjalët e të dërguarit paqja Allahut qofshin mbi të, vërtetuan me siguri që s'le vend për dyshim, se njeriu është krijuar nga një vezë e plenuar që e quajti nutfatil amshaj. Allahu i madhëruar thotë: Në të vërtetë ne e krijuam njeriu nga një vezë e plenuar për ta sprovuar atë dhe e bëm të dëgjojë e të shikojë. Pejgamberi i Allahut paqja Allahut qoftë mbi të, të cilit i tha një hebraiku që e pyeti se nga krijohet njeriu, i tha: O hebraik, nga të dy krijohet, nga uji i burrit dhe gruas, transmeton Ahmedi. Ashtu siç e përshkruan Kurani fazën e shëndrimit të kësaj veze të plenuar në gjak të mpiksur si fazën e parë të krijimit të njeriut, ndërsa tregon fazat nëpër të cilat kalon krijimi i tij, sapo plenohet veza, krijohen rreth vezës së plenuar mure të trasha të ngjeshura që ndalojnë dëpërtimin e çdo lloji uji tjetër, dhe që nga ai moment fillon punën veza e plenuar duke u ndarë në 2, 4, 8 e kështu me radhë, derisa merr formën e manaferës dhe lidhet pas mureve të mitrës, duke filluar kështu etapa e gjakut të mpiksur të përshkruar në Kur'an. Në gjuhën arabe fjala alaqa, që është përdorur për këtë etapë, përdoret për çdo gjë që ngjitet. Sipas vërejtimeve, alaqa është e rrethuar me gjak të mpiksur nga të gjitha anët dhe masa e saj nuk i kalon 1/4 e milimetrit. Kështu ajo s'mund të shihet me sy dhe është e rrethuar me gjak. Kjo i bëri shkoqitësit e Kuranit ta shpjegonin fjalën alaqa me gjak të mpiksur në bazë të vështrimit me sy. Dhe në të vërtetë komentuesit e Kuranit s'kan qenë larg nga e vërteta. Alaqa e ngjitur se varur në muret e mitrës, që shihet dot me sy, është e rrethuar me gjak të mpiksur të trash që mund ta shohë gjithkush me sy. Nga fotografitë dallohet që alaqa e cila ngjitet në muret e mitrës në ditën e 7 pas plenimit fillon të ndahet në 2 shtresa. Shtresa e jashtme që kryen funksionin e ushqimit të embrionit nga mita dhe shtresa e brendshme që kryen funksionin e formimit të embrionit dhe mbulesës mbajtëse të tij. Në etapën alaqa ndodh lidhja drejt për drejt mes gjakut të nënës dhe qelizave ushqyese të embrionit. Alaqa, nga e cila do të krijohet embrioni, ushqehet nga gjaku i nënës dhe derdhet e gjendrave të mitrës, numri të cilave arrin në 15.000, dhe që sekretojnë të gjithë atë që quhet qumshti i mitrës, uterine milk. Dhe është me të vërtetë e çuditshme që këto qeliza, të cilat ushqehen e lidhen pas mureve të mitrës, nuk i shkaktojnë asnjë dëmtim mbulesës së saj. Ndërkohë që zakonisht me hyrjen e trupave të huaj, organet mbrojtëse të trupit përpiqen t'i largojnë ata. Allahu e parapërgatiti mitrën që ta mirëpres këtë topë të vogël të quajtur alaqa dhe t'i ofrojë çdo shërbim për të cilin ka nevojë. Në këtë periudhë, domethënë rreth 12 ditë pas plenimit, mbyllet e çara nëpër cilën hyri alaqa në mbulesën e mureve të mitrës nga një presion gjakut përbërë nga fibrina dhe qelizat të gjakut. Pastaj qeliza mbulohet me endothelial, etapa tjetër përshkruhet në Kur'an me fjalën mudgha. Shkoqitësit e Kur'anit e përflasin mudgën si një masë në të cilën janë ngulur dhëmbët, është përtypur pak e pastaj është flapur, dhe kjo përputhet plotësisht me formën dhe pamjen e embrionit në këtë etapë të zhvillimit të tij. Kjo masë trupuar ndahet në 2 pjesë në javën e 4 pas plenimit. Pjesa e përparme ventromediale, nga e cila formohet masa kockore, që njihen me emrin sklerotome. Me pas qeliza e kësaj mase rriten nga të gjitha anët për të takuar përballë kanalit nervor e kështu formohen vertebrat. Dhe duke ushtrirë këto masa nga ana e pasme e kokës, formohen kafka e pjesë të tjera të shtyllës kurrizore. Këto shndrrime shfaqen në javën e 5 e të 6. Pjesa e prapme dorsolaterale, e cila shfaqet pas formimit të vertebrave të para, në cilat dallohen dermis dhe hypodermis, shtresa e lëkurës dhe e nënlëkurës, si dhe shtresa e brendshme që formon muskujt e ndryshëm të trupit, të cilat shfaqen në javën e 6, e cila vesh kockat që janë shfaqur në javën e 5 dhe në javën e 6. Kështu e shohim javën e 4 të caktuar për shfaqjen e masës trupore mudgës, javën e 5 e të 6 për shndrimin e kësaj mase në një masë kockore muskulore, dhe javën e 6 e të 7 për të veshur kockat me muskuj.
I madhëruar është Allahu dhe mrekulli kuranore ajeti që thot: dhe e krijuam alaka mudgën dhe bëm mudgën me koska e u veshëm koskave mishin, pastaj nxorëm soje një krijesë tjetër, I lartësuar është Allahu më I miri krijues. Është magjepse se si shndroi Allahu I madhëruar vezën e plenuar me ngjyrë të bardhë e të shëndetshme në alaka të kuqe, pastaj e bëri atë mudga mas trupore të cilën e ndan në koska nerva, en gjakull, muskuj e mish në brendësi të mitrës. Dhe si ku të hapej perdja, këtë e bëri shkenca moderne me aparaturat e saj. Do të shihnim planin e ngjyrosjes të na shfaqe në vezën e plenuar pak e nga pak, pa e parë pikturin dhe as mjetet e tij të punës.